Mbrëm rreth orës 23:30 në rrugën Ilinden në Tetov, pjesëtarët e policisë së Tetovës privuan nga liria LR 22 vjeç dhe një 17 vjeçar, të dy nga fshati Përshevc. Gjatë kontrollit në automjetin e tipit Opel Corsa me targa të Tetovës, të drejtuar nga LR, është gjetur dhe konfiskuar marijuan. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tyre do të vijojë parashtresë përkatëse. Dje rreth orës 15:30 në rrugën Beliqica Gostivar, pjesëtarët të policisë së Gostivarit ndaluan personin MT 30 vjeç nga Gostivari, pasi tek ai është gjetur dhe konfiskuar një boks metalik, shkop metalik dhe marijuan. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë parashtresë përkatëse. Mbrëm pas mesnate, pjesëtarët e policisë së Tetovës dhe Gostivarit kanë kryer aksion kontrollues në një objekt hotelerik në fshatin Zubovc, pronë e RB 51 vjeç nga Gostivari. Në objekt u gjetën dhe u ndaluan MF 42 vjeç dhe SR 36 nga Kosova, sepse po qëndronin në kundërshtim me qëllimin e lejes, gjëgjësisht kishin abuzuar me qëndrimin turistik. Ato janë ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtejshme. Dje rreth orës 18:20 në rrugën Goce Delçev në Gostivar, pjesëtarët e policisë arrestuan LM 25 vjeç nga Gostivari, sepse kishte prishur rendin dhe qetësinë publike me sjellje agresive dhe të pahishme. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë parashtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 21:40 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 53 vjeçare nga rrethina e Tetovës ka raportuar se një grua tjetër ka tentuar ta mashtrojë për një shumë prej 30.000 eurosh. Sipas kallëzimit, gruaja e kishte kontaktuar në telefon dhe i ishte prezantuar si zyrtare policore dhe i kishte thënë se vajza e saj kishte shkaktuar një aksident trafiku në të cilin kishte shkelur një fëmijë 8 vjeçar, por nëse donte që ngjarja të mos raportohej në polici, duhej të paguante 30.000 euro dhe të mos i thoshte askujt. Siç është raportuar, gruaja menjëherë ka kërkuar vajzën e saj dhe ka kuptuar se personi kishte tentuar ta mashtronte dhe rastin e ka denoncuar në polici. Po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje rreth orës 11:50 në rrugën Vëllezërit Gjinoski në Gostivar, pjesëtarët policor arrestuan ZA 57 vjeç nga fshati Çegrani Gostivarit, sepse ishte sjellë në mënyrë agresive ndaj zyrtarëve policor gjatë kryerjes së detyrave zyrtare. Gjatë kontrollit tek ai është gjetur dhe konfiskuar një thik. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë parashtresë përkatëse.